Në fillimin e muajit tetor në Vlorë nisi një projekt në zonën e Lungomares. Projekt ky i cili konsistonte në rihabilitimin e kanaleve kulluese përgjatë shëtitores, kanalet e ujrave të bardha dhe atyre të larta të cilat derdhen në det në të gjithë gjatësinë e Bregdetit, sipas të dhënave të siguruara nga përgjegjës të firmës e cila do të realizojë punimet, do të rihabilitoheshin në total. Kjo bëhej jo vetëm për të rihabilituar këto kanale, duke i të ofruar një pamje më të denjë vizualisht, por edhe për të ndikuar në funksionimin më të mirë të tyre, për të shmangur bllokimet, si dhe ndikimi më pas në shkaktimin e situatave emergjente në qytet, siç janë edhe përmbytjet. Disa ditë pas fillimit të punimeve në zonën e Lungomares ka përfunduar rihabilitimi në total i një prej kanaleve kulluese pranë stacionit të pompimit në zonën e ujit të ftohtë. Ky projekt ka përfunduar duke i ndryshuar imazhin një prej kanaleve rihabilituese në Vlorë, por pas përfundimit të këtij projekti vjen re aty një sër problematikash. Kjo edhe për shkak se punimet nuk janë realizuar siç janë parashikuar në projekt, gjë e tillë e cila vërtetohet edhe lehtësisht nga pamjet që ndiqni në ekran. Pavarësisht se projekti parashikonte rihabilitim të gjitha kanaleve kulluese në lungomare, pjesa tjetër e tyre vijon të jetë në gjendjen e mëparshme. Vlen të theksohet fakti se punime për realizimin e projektit për rihabilitimin e kanalit tek stacioni pompimit kanë përfunduar ditë më parë, por firma e cila ka realizuar këtë projekt nuk po vazhdon punimet edhe në kanalet e tjera kulluese nën shëtitore. Ato vazhdojnë të jenë të pushtuar nga papastërtitë e shumta. Mbetje inerte mund të gjesh madje të hedhura aty ngado. Gjithashtu, mungesa e rihabilitimit ka bërë që këto kanale të pushtojnë tashmë një pjesë të Bregdetit, të marrin shpeshherë drejtime të ndryshme nga më parë, duke u zgjeruar në territor. Tepër e nevojshme është dhe rihabilitimi i këtyre kanaleve kulluese për të shmangur problematikat e mundshme, mbi të gjitha për të përmirësuar imazhin e shëtitores, krenarisë së Vlorës.